Në të njëjtën sipërfaqe ku një ditë më parë u aktivizuan 5 vatra zjarrësh, sërish sot është dashur ndërhyrja e zjarfikësve të Pukës, punonjësve të shërbimit pyjor dhe atyre të bashkisë së Fusharzit. Në total mësohet se nga flakët janë përfshirë afërsisht 5 hektar me pyje dhe bimësi të ndryshme. Situata e krijuar dhe apeli që bëri një ditë më parë kreu i shtabit të emergjencave, duket se ka quar pranë vatrave të zjarrit tashmë të vënë nën kontroll edhe policinë e shtetit, e cila për të parën herë tregoi vlerësimin serioz të situatës. Në krye të grupeve të punës të ngritura për evidentimin e zjarrvënieve, duket se është vënë dhe kreu i komisariatit të policisë së Pukës kryekomisar Hamdi Shullani. Policia e shtetit ka kryer të gjithë veprimet dhe po punon për zbardhjen e zjarrvënësve. Burimet policore bën të ditur se po punohet për evidentimin e ideatorit të këtyre zjarreve, si dhe të njerëzve që u përdorën për të vënë 5 vatrat e zjarrit në masivin pyjor pranë fshatit Micoj.